Gjatë një bashkëbisedimi me shoqatat e turizmit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se ky sektor ka një problem shumë madhor, që është informaliteti. Sipas tij, ky informalitet godet sipërmbajtësit e ndershëm, i cili zhvillon investime transparente. Ky informalitet në Shqipëri, po të shohim krahasim me Malin e Zi, është i tillë. Mali i Zi me 2.8 milion turist në vit regjistron 16.8 milion net fjetje. Shqipëria me 10 milion turist në vit regjistron 6, vitin e fundit 7 milion net fjetje. Formalizimi i turizmit është nofta, një nga kushtet më themelore. Sipas Berishës, shteti do të marrë përsipër një pjesë të pagave të punojësve të industrisë turistike jashtë sezoneve. Ne, sbashku me këto shoqata, do të arrijmë një marrëveshje ku shteti do marrë përsipër një pjesë të pagave të punojësve të industrisë turistike jashtë sezoneve. Përndryshe, këta fillojnë çdo vit nga e para. Kjo nuk duhet të ndodhë, kjo në vendet tjera ekziston, ajo praktikë që ekziston në Greqi, ajo praktikë që ekziston në Itali, ajo praktikë do vendoset dhe në Shqipëri. Berisha shtoi se ka shumë mundësira, Shqipëria është turistike në çdo sezon dhe ky është një drejtim tjetër.